Habit mjeku, ja si të pastroni mëlçin me vetëm 2 përbërës në pak ditë. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit. Ajo është përgjegjëse për sintetizimin e proteinave, pastrimin e gjakut dhe eliminimin e toksinave. Në një tenxhere valoni për rreth 2 minuta gjysmë litër ujë me një filxhan rrush të thatë. Pas vlimit lëreni lëngun të pushojë për 24 orë. Të nesërmen në mëngjes konsumojeni lëngun e krijuar resëll. Mund të zgjidhni ta konsumoni të nxehtë apo të ftohtë. Do të vini re një ndryshim në trup që pas ditës së dytë. Kura e pastrimit të mëlçisë duhet të zgjasë për të paktën një javë. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është se persona të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë duhet të shmangin konsumimin e ushqimeve yndyrore apo dhe të alkoolit gjatë këtij trajtimi për të qenë sa më efikas.